Do ta përmendmi disa vargje të Ibn Qayyim el-Jauziyje, ku e ka përmend se besimtari i ri, djaloshi i ri, një djalë i ri i cili është në periudhën e vullkanit të Epshit, në kalimin kur kalon në pjekurien dhe formohet në aspektin e psharak, ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziyje duke ja shujt etjen e tina dhe duke ja ngjall mendjen e tina në poezinë e tij en-Nunije, që mos mashtrohet mas grave të cilat s'kan vlerë te Allahu xhallahu ala hiç. A duhet njeriu mos me pas mall për ato aspekt. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, ja mutliqat tarfi el-mu'adhabi fil ula. O ti e cili e shikon, e shlon shikimin nëpër gratë e huaja. A ki pasini s'ngopët vazhdimisht. Andaj ata masont e din këtë mesela dhe vazhdimisht i fokusojnë njerëzit me fitnën e femrave. Andaj besimtari duhet me ul shikimin. Kulil mu'minina yaghudduna min absarihim, thuaj besimtarëve ta ulin shikimin e tyre dhe të mallëngjerën për Allahun te bareke wa taala. Thot Ibn Qayyim, o ti i cili shikon vazhdimisht gratë e huaja, el mu'adhabi fil ula, o ti i dënuar në dunjë, i dënuar, vazhdimisht shikon dhe kur ngopët, i dënuar mi dënim dhe vazhdimisht është në raskapitje. Gjurritne an husnin wa an ihsani. Që ato shka tipikshir janë të zhveshta prej bukurijës dhe janë të zhveshta prej bamirësijës. As nuk janë të bukura e as nuk janë bamirëse. Pastaj thot, la tasbiyannaka suratun min tahtiha, mos gabo tije me ta morë shikimin dhe mendjen dhe as mos gabo me të robrue ajo e cila nën vetvetën e saj e ka ad-da'u ad-dawi tabu'u bil khusrani. Ajo në vetvetën e ka smujën e keqe. Smujën e keqe e cila ta hupti ahiretin. Edhe ti në fund deli dështum për Allahu te bareke ve taala. A ja vlen me hub xhennetin? A ja vlen me hub Allahun te bareke ve taala? E hub Allahun xhalla wala. Në mënyrë tekstuale e hub bukfale Allahun xhalla, nuk shikon Allahu te bareke ve taala, as nuk flet Allahu xhalla wala për një femër. A ja vlen? Nuk ja vlen. Mu'adhab fi dunya. I dështum dhe i dënum në këtë dunja të poshtër. Pastaj ka thonë, qubihat khalaiquha wa qubiha fi'luha. Të poshtra i kanë cilësit e tëre dhe të poshtra janë në veprat e tëre. Ata të cilat ti e dalin të zhveshura, të zbukurume, i kanë veprat e poshtra, sepse me paskon të mira ishin mbulue dhe ishin vendosë për shtëpit e tëre, e jo me dal me i tregue bukurit të njerëzit. Andaj thot, kubihat khalaiquha, janë do poshtra në moral dhe janë do poshtra në veprat e tëra. Shejtanetun fi suratil insan. Shejtan në fotografinë e njerit ti mashtrohesh. Vallahi ti mashtrohesh me një shejtan në fotografinë e njerit, ndërsa Allahu xhallahu ala ka përgatit për besimtarët, saqë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, 70.000 vite nuk ngopët me shikimin e saj. Mahnitet dhe nuk mundet me afru çast mbi bukurisë së madhe. Qasiratit tarf, ata që e ulin shikimin vetëm për burrat e tyre, nuk e shikon ti tërkan ajo përveç tije. E ka përgatitur Allahu xhallahu veçantë me një kusht. Në këtë dunja zemra jote më kanë e mallëngjime vetëm për Allahun xhallahu ala. Dhe mos më mashtru me ata çka janë shejtanetun fi suratil insan, shejtanë në fotografin e njeriu. Tanqadu lil andhali wal ardhali. Ata të cilët dalin në këtë formë në rrugë dhe i mashtrojnë njerëzit. Ata i nënshtrohen çdo rrugaçi dhe çdo të poshtri. Hum akfa'uha min duni dhil ihsani. Rrugaçt janë barabar për to, e jo për njerëzit e mirë. Ti i cili e ki njoft Allahun xhallahu ala, dhe don Allahu xhallahu ala me përfshime mëshirën e tina, dhe don Allahu te bareke ve taala me të mëshirue, dhe don Allahu xhallahu ala me drejtue, dije se ata të cilat janë në rrugë nuk janë për tyje. Ata janë për rrugaçat e barabartë, e jo për tyje. Kështu që prej poshtërsimit ndaj saj është ti me ul shikimin. E me ndëru ata ti është me këshirë. Nëse don me poshtërsu mos e këshirë. Dhe ndëroje vetveten dhe ndëroju te Allahu te bareke ve taala. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziyyi ka pru këtë vargje që më ngrit moralin besimtarit, mos më mirë me çdo send, po më mirë me sende të larta, me pastru zemrën e tina, me pastru shpirtin e tina dhe me ditë sa i ka çmim. E kjo që ki ti çmim është me ul shikimin. Nuk të shikoj, nuk shikon rrugaçe. Besimtari nuk shikon rrugaçe. Pastaj ka thonë: "Ma thamma min dinin wala aqlin wala khuluqin wala khawfin min ar-Rahman." Dije se ato s'kan as din, as mendje, as moral dhe as frikë prej Zotit, prej Allahu te bareke ve taala. Çka duhet kjo kategori e njerëzve?
Ajo e cila del në këtë formë, e cila si ka frikë Allahu xhallahu ala, e zbukuruar në kulminacion, kë nuk i ka frikë Allahu te bareke ve taala, ajo nuk takon tije. Andaj besimtari, djali i ri nuk ban më mashtru me këto sende. Wa jamaluha zurun wa musnu'un. Bukuria çka është për jashtë e sajna është e fabrikuar dhe e falsifikuar. Nuk është original. Nuk është original. Pastaj thot, fa in tarakathu lam tatmah lahu al-aynani. Me bën me u zhvesh prej zbukurimeve të fabrikuara, s'mundesh me ashtu si diher. Nuk shikohet për shëmtijës së madhe, për shëmtijës së madhe. Pastaj thot, tubiat ala tarki al-hifadh fama laha biwafa'i haqqi al-ba'li qattu yadani. Dije se të tillat në rrugë çka janë. Nëse dëshiron ti mu mashtru me ata, dije se janë të krijuar në çat natyrë që ata kur nuk e kryen obligimin ndaj burrit të tyre. Shikoje. Një shembull e kemi Europën, të cilat jetojnë vetëm për bukurinë e jashtme dhe djemt mashtrohen me ta vazhdimisht. Nuk mundesh me gjetë një familje të plotë që ka vazhduar më shumë se 20 vite apo 30 vite. Pse? Sepse tubiat janë të bënë në natyrë të prishur. Janë të bënë në natyrë të prishur. Vazhdimisht në moralitet. Vazhdimisht në amoralitet. Pastaj thot, in qassara sa'i alejha sa'atan, qalet wa hal awlayta min ihsani. Ka thënë nëse ti mashtrohesh mas asajna. Ka thënë nëse vazhdimisht tan jetën i jep dhurata asaj dhe i ban mirë, dhe vetëm një çast nuk i ban mirë, thot, kur s'ku po mirë pitije. Sa jo këtë dunjojnë ndo, ti mu bo robi asajna. E jo, ti ki vlerë të Allahu xhallahu ala, andaj duhesh më frenu e vetin dhe mos më nënçmuhe. Pastaj thot, aura me takuimen lehes ta'asat, wa lem takbel si wa ta'wiji wa nuqsani. Thot, nëse do me ndrejt qatë gruje, e nëse do me drejtue, nëse do me këshilue, ista'asat s'pranon. Nuk pranon. Edhe nuk don vetëm së më kone shtremume. Andë njeriu nuk do. Këtu disa dietarë kur e ka komentuar, ka thonë këtu ja çet Ibn Qayyim edhe grave të dunjas, të cilat janë edhe prej jo atyre të cilat janë rrugaçe. Mirë po, esenda është se atyre të janë të rrugës, ata besimtarë duhet as me bë muhabetin e tyre. Po edhe këta të cilat janë bashkëshortë të besimtarëve, nuk duhet njeriu me shlu zemrën ndaj to, se të mashtrojnë. Kanë kërkesa të shumta, kanë pasione të shumta. Allahu xhallahu e ka përmendur se ojë të zot keni besu, prej grave të juve ka armike. Nuk është kush më kanë ajo qafirk, as jo besimtare, po armike. Çish armike? Se ti je në rrugë drejt Allahu xhallahu ala. Kërkesat e shumta të saj ti të ndalen prej Allahu te bareke ve taala dhe ta ngarkojnë shpirtin, ta ngarkojnë supët. S'ki mundësi me aplotsu të gjitha dëshirat. Kështu që duhesh me pas shumë kujdes. Pastaj thot, efkaruha fil mekri wal kayd alladhi qad hara fihi fikrat al insani. Thot, ajo vazhdimisht mendon me dinakri dhe vazhdimisht mendon me komplot. Vazhdimisht ka komplote. Gruaja është kështu. Vazhdimisht është me komplote. Thot, saqë e ka hutuar mendën e burrit, njeriu. E huton ajo. S'ki mundësi ti me ndrejç ata. Andaj pejgamberi sa hadithin se kanë nxjerr Imam Muslimi ka thënë in rumte an tuqimaha kesarteha. Ka thonë, nëse dëshiron me drejtu grujen, e thënë, së drejtohet ajo. Çka me bo? Majët shtremt, qashtu. Dush me majtë të shtrembët, po mirë, nëse jena detiru me majtë të shtrembët, a duhet me e kanë këtë mali për ata? Jo. Ka kufi. Ka kufi. Njeriu duhet me pas kufi. Dashuria absolute është vetëm për Allahun te bareke ve teala. Pastaj ka thonë, naqdun radiyun fawqahu min fiddatin shay'un yudhannu bihi min al-athmani. Ka thon prej përjash duket sikur pare e argjendit e lime me argjend. Ka thon menoj njerëzit që ka çmim. Fa naqiduna yarawna madha tahtahu, ata që i njohin mirë parët e këshillin çka komrena. A ki bëga kur shkon ta argjendarja apo te artarja e merr thotë kjo nuk është altan. Kjo nuk është argjend. Pse? Sa ai nuk mashtrohet për jashtë, e lije sa dush. Ai e këshill për mrena. Andaj edhe kështu janë edhe njerëzit. Prej për jashtë mundet më kanë shumë mirë, mirë po për mrenda është krejt i prishur. Pastaj ka thënë wan nasu aktharuhum min al-umyani, mirë po shumica e njerëzve janë çorra. Shumica e njerëzve mashtrohen me këta. Këto janë dëshirat e dunjajës, cilat janë haje, pije, veshje, edhe gra, edhe aromë, parfum. Këto janë 5 sendet e dunjajës. Të gjitha janë të kufizuar. Allahu xhalali ka përgatitur në ahiret të plota
me kush se njeriu mu mallëngji vetëm për Allahun te bareke ve taala dhe zemra e tina me qenë vetëm për Allahun xhelle wala dhe me u kall shpirti i tij për takimin me Allahun xhelle wala. Dhe pastaj në fund ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyje warghab bi aqlika an tabi al-ali al-baqi bi dhal adna alladhi huwa fani. Ka thënë dije o besimtar, dije dhe ruju me këtë mendje se të ka dhënë Allahu xhelle wala. Allahu të ka furnizuar me mendje. Mbrohu me këtë mendje që e ki dhe krahasoj dhe peshoj se ndet mirë dhe mos e shit të lartën dhe mos e shit të pafundshmën dhe mos e shit ahiretin për gjithmonë për këta e cila nuk vlen as pak. Edna edhe fani, e poshtër dhe merr fund. Sa njeriu ka jetu në këtë dunja dhe ka marrë fund dhe nuk e ka kuptuar realitetin e kësaj dunjaje. Këto janë dëshirat e kësaj dunjaje e neve besimtar duhet gradualisht me i shem këtë dashuri dhe me i shem këtë pasione dhe me u drejtu drejt Allahu te bareke ve taala.